Fabiana Anaiskova-Vega, shtetase e Perus, dhe Batuhan Pejoglu, me në shtetësi të Kosovës dhe nacionalitet turk, vitin e kaluar dolën përpara gjykatorës si të dyshuar për organizim të prostitucionit dhe shitblerje të narkotikëve. Ata dyshohen se së bashku kanë operuar si grup kriminal në mundësimin e shërbimeve seksuale përmes shoqërueseve që i merrnin nga Amerika Latine dhe i strehonin në një apartament në rrugën Bajram Kelmendi, pra në qendër të Prishtinës. Gazeta Insajderi sjell detaje tronditëse nga ky rast. Gazeta Insajderi ju është drejtuar fillimisht me pyetje gjykatës themelore në Prishtinë për ta pyetur nëse është ngritur akt akuzë, mirë po tash e 3 ditë s'ka marrë përgjigje. Në dosjen e prokurorisë speciale, të cilën e ka parë Insajderi, jepen detaje tronditëse që tregojnë se si 2 shtetas të huaj organizonin dhe realizonin prostitucion në zemër të kryeqytetit. Si që përshkruan prokuroria, të pandehurit realizonin organizimin, rekrutimin, transportimin, transferimin dhe strehimin e femrave nga Amerika Latine ose vendet të tjera për në Kosovë me qëllim që të ofrojnë shërbime seksuale. Të njëjtit, Vega dhe Bejoglu, të cilët në gjykatore paraqiten si qift, dyshohet se i detyruan që përmes rrjetit social WhatsApp të komunikojnë me persona të tjerë me qëllim të realizimit të prostitucionit. Ndërkaq prokuroria bën të ditur se përmes aplikacionit Booking arritën të sigurojnë banesat me qëllim të realizimit të veprimtarisë së prostitucionit. Që të gjitha eskortat, 2 të panderë dyshohet t'i kenë strehuar në një apartament tek rruga Bajram Kelmendi në Prishtinë, në të cilin po ashtu kanë realizuar edhe prostitucionin. E gjithë kjo me qëllimin që shumën e fituar nga klientët përmes realizimit të prostitucionit ta ndajnë në 50% me 2 të pandehurit. Çdo herë sipas dosjes së prokurorisë speciale, i pandehuri Bejoglu po ashtu ka shpërndar edhe substanca narkotike, të cilat i ka fshehur tek shoqërueset e huaja. Vendimi i fundit i gjykatës që ka parë Insajderi, i cili është i vitit të kaluar, është se ndaj të pandehurve është caktuar masa e paraburgimit. Prokuroria speciale e arsyeton këtë kërkesë me që me lënien në liri ekziston rreziku se mund t'i fshehin, asgjësojnë apo ndryshojnë provat, që të dyshohen për veprat penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe trafikim me njerëz. Ndërkaq Bejoglu veçvet dyshohet për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge.